Virozat stinore mbi popullojnë urgjencën e Spitalit Rajonal të Fierit. Rreth 200 pacientë në ditë shkojnë për të marrë ndihmën mjekësore nga simptomat e gripit sezonal. Mjekja infeksioniste, Ilva Çuni, bën me dije se më të prekurit janë të rinj të moshës 15 deri në 25 vjeç, si dhe të moshuarit 70 deri në 80 vjeç, ku fatkeqësisht nuk kanë munguar as rastet fatale. Grup moshat më të prekura kanë qenë grup mosha 15-25 vjeç dhe grup mosha 70-80 vjeç. Në momentin e pikut, gjatë periudhës nëntor-dhjetor, por edhe tani në fillim janari, pacientët e paraqitur ka qenë maksimalisht në një numër rreth 150-160. Fataliteti kanë qenë të paktën në numër, nuk mund të them, por më tepër janë vënë re tek moshat e subjektet e prekura nga sëmundjet e tjera bazë, mosha e tretë. Ajo thekson se gripi i këtij viti krahasuar me atë të vitit kaluar është karakterizuar nga një kohëzgjatje më e madhe e simptomave, por edhe nga rikthimi i tyre pas disa ditësh përmirësimi, duke sjellë komplikacione të shumta. Është vënë re që kjo viroz ose kjo gjendje gripale gjatë kësaj periudhe të vitit, krahasuar me vitin e kaluar, ka patur një kohëzgjatje më të gjatë në kohë dhe me simptoma të cilat janë rikthyer te pacientët që janë prekur fillimisht. Më të prekurit nga gjendjet virale kanë qenë pacientët me sëmundje kronike, një pjesë të cilëve janë detyruar të hospitalizohen. Mjekja Çuni apelon për kujdes të shtuar në përdorimin e antibiotikëve, duke theksuar se ato duhet merren vetëm me rekomandim të mjekut familjes dhe jo në mënyrë të pakontrolluar.